E me këtë telefonin mundesh me përpunu telefonin. Po. Këtë gur përdoret për sa dorësh, për kompjutera, për telefona. Shefket Nabiu është koleksionistë i gurëve të ndryshëm. Ai me profesion është mjeshtër ndërtimi, por në kohën e tij të lirë del rreth lumenve për të shtuar koleksionin e tij me gurë të ndryshëm. Koleksioni i tij privat në shtëpinë ku banon tashmë numëron mijëra gurë të llojeve, formave dhe përbërjeve të ndryshme. Ai pretendon se rreth lumit Treskat të Sarajit ka gjetur një mbetje të një meteori. Kjo është meteor. Do thonë meteor. Magneti nuk qitet. Kjo jashtë çlon trisk, kjo e ke tegërës. Kur ta prekish, djeg, do thonë ka kiselin. An brenda është i zi. Katrosh i zi. E kjo është meteor. Do thonë Se ka rënë nga qielli. Ai? Po, meteorat kanë rënë këtë për qiell para 1 milion, 2 milion vite, do thonë shumë kohë, kupton? Sipas tij, toka jonë është shumë e pasur me gurë të çmuar, por të rrallë janë ata që i njohin. Mendon se ka pasuri toka jonë? Si nuk ka pasuri. Pasuri që ka e ka në Maqedoni, që të gurëzit e zinë këtë botën me kërkusën që. Ka pasuri, sa dhe lipat me kërkue. A diamanti ka. Këtë thot që nuk ka, por të garantoj që 90% si pas interneti që ka e ka përna për YouTube, mas shumë të i rinë për karë për diamantat. Në koleksionin e tij, Shefket Nabiu deri me tani ka grumbulluar shumë gurë të ndryshëm, ndërsa beson se një ditë do të hazë në xhevahir të çmuar dhe pasurinë e tij do e ndajë me nevojtarët dhe të varfërit.